Por kush është mbreti Shën Joan Vladimir? Ky shenjë dhe sovran i lavdishëm, i bërë martir nga dashuria e Krishtit, ka lindur në fshatin Vladimir në krajinën e Karajës të Malit të Zi, që përfshin territorin midis liçenit të Shkodrës dhe detit Adriatik, lumit Buna e Crnica. Joani doli nga dinastia serbe në shekullin e 9, ishte bir i Nemanit. E një besnikët të nderojmë atletin e Krishtit, Joanin e lavdëruar, si tri mushtarit cili luftoi mirë për midhe. Afro 6 kilometra nga qyteti i Elbasanit, ndodhet manastiri i mbretit të shenjtë Shën Joan Vladimirit. Manastiri ndodhet në rreth të malit Primishion, që do të thotë mbi Shën Joan. Poshtë manastirit rrjedh lumi i Kushës, një përrua i vogël, kurse rreth manastirit dhe poshtë në lugin shtrihet fshati Shion. Sipas të dhënave, kishën e parë në këtë vend e ka ndërtuar vetë mbreti i shenjtë Vladimir për nder të Shëmarisë rreth shekullit të 10. Në murin e këtij manastiri ishte gdhendur dhe stema e Karl Topias dhe e dedikuar në 3 gjuhë: latinisht, slavisht dhe greqisht. Në mesin e shekullit të 19, kisha vjetur u shkatrua prej tërmetit dhe u ndërtua në vitin 1901. Në hyrjet kishës, nga dera perëndimore qëndron pllaka me mbishkrimin e shkruar në greqisht, që thotë: ndërtuar gjatë kohës së shenjtit mitropolit të Durrësit Imzot Prokopit, me mbetjet e kishës së lagjes Castro, në kujdesin dhe mbikëqyrjen e epitropit Spiridon Xhufka, Elbasan, mars 1901. Kisha e manastirit që shohim sot u shkatrua mbas viteve 1967. Kisha në vitin 1967 ndryshoi funksionin nga kishë në fjetore për ushtarët. Gjithë rrethinat e manastirit u kthyen në repart ushtarak. Në gjendjen e sotme, kisha është ndërtuar në vitin 2005 me bekimet dhe fondet e mbledhura nga forlumturia e tij, kryepeshkopi i gjithë Shqipërisë Anastasi. Sot ky manastir i hirshëm është një qendër shpirtërore e kishës ortodokse, ku çdo ditë të vitit vinë për të nderuar dhe për të lutur te Shën Joan Vladimiri, edhe veçarisht më 4 qershor, që është festa e manastirit dhe panajir për nder të shenjtorit. Por kush është mbreti Shën Joan Vladimir? Ky shenjë dhe sovran i lavdishëm, i bërë martir nga dashuria e Krishtit, ka lindur në fshatin Vladimir në krajinën e Karajës të Malit të Zi, që përfshin territorin midis liçenit të Shkodrës dhe detit Adriatik, lumit Buna e Crnica. Joani doli nga dinastia serbe në shekullin e 9, ishte bir i Nemanit, bir i mbretit bullgar Simeonit të parë, rreth viteve 890-927, i cili mbretëronte në principatat e Zaumiljes dhe Prezvalës, të quajtura ndryshe Zeta. Obori i kësaj familje mbretërore ka qenë në kraj, ku ndodhet dhe një kryq i madh druri që e përdorte Shën Joan Vladimiri. Që në fëmijëri të tij Joan Vladimiri u dallua për ëmbëlsinë e tij, frikën e Perëndisë dhe të lirësinë e tij. Thuhet se Vladimiri, si princ që ishte, u dërgua në shkollë dhe studioi artin ushtarak të kohës. Kështu ai po rritej me tërë forcën e trupit dhe të mendjes. Ishte një djalosh i pamshëm, i mençur, i drejtë, i urtë, i dashur dhe i